can fly. Pak para dasmës gjesti habit sërish me deklaratat për Eglin, ja çfarë i tha Laertit. Një dasëm midis Gjestit dhe Eglit Takos u zhvillua në mbrëmjen e fundit në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Ata kurrëzuan dashurinë e tyre me martesë në një ceremoni që u mbajt në oborrin e Big Brotherit. Për të performuar ishin dy nga muzikantët më të njohur shqiptar, Remzi Osmani dhe Nexhat Osmani. Pak para dasmës, këngëtari Pejan u pa teksa në një bisedë me Laert Vasilin, habiti jo pak fansat. Teksa Laerti i tha, tani do grua do të rish vetëm në shtëpi, teksa Gjesti u përgjigj, jo valla nuk rri në shtëpi, harroje, dal me shokët sërish nuk e le shoqërinë, u shpreh me të qeshur. Teksa i pyetur nga Laerti se kur të martohesh kryet çdo gjë, Gjesti tha, kjo është veç për lojë, nuk po e marr seriozisht, dua vetëm të argëtohem. Ishin fjalët e Gjestit, të cilët çuditën jo vetëm për kaq, por edhe në një intervistë të bërë në Top Albania Radio, vetëm disa orë përpara ceremonisë së dasmës. Ai u shpreh për Eglin se ja ka thënë se nuk e shoh për diçka më tepër jashtë nga ana serioze, vetëm duan të kalojnë mirë. Ai tha se janë të rinj dhe se duhet të kenë një lidhje pa shqetësime, duke u shprehur se nuk e sheh një martesë apo një fejesë në të ardhmen. Fjalë këto që çuditën jo pak moderatoren, e njëjta moderatore i cila pak orë më parë kishte bërë edhe një intervistë me Eglin. Në kuadër të intervistave me finalistët, duket se Egli ndryshe ishte shprehur. E pyetur për marrëdhënien me Gjestin, Egli u shpreh, e konfirmova marrëdhënien time s'është në një tjetër stad sot. E konfirmuam bashkë me Gjestin, jemi bashkë. Uroj të bëhet më mirë, për mua kjo të qenurit bashkë është jashtë nga këtu dhe jo brenda. Kam pikpyetjet e mia, të jem realist, e lidhur me shumë biseda që kam zhvilluar me të, e shoh pak të luhatur. Nuk dua të justifikoj për pjesën e moshës, mënyra e tij, karakteri i tij që do të shijoj momentin, këto më bën pak të dyshoj, por unë do e ndjej më shumë se një dasëm. Mendoj se është diçka shumë serioze kjo që po bëjmë sot, deklaronte Egli.